Megjithëse është burimi vazhdueshëm aksidentesh e kjo është faktuar nga numri i lartë i makinave që përplasen dhe rrëshqasin në aksin nga ura e fshatit deri tek rrethrotullimi i rrugës së Arbrit, nuk është marrë asnjë mas. Edhe gjatë ditëve të fundit ku pati rreshje të vazhdueshme shiu në këtë rrugë janë shënuar aksidente si pasojë e rrëshqitjes së automjeteve. Më problematike situata paraqitet në afërsi të rrethrotullimit ku shumë mjete që vijnë nga rruga e Arbrit në drejtim të Klosit rrëshqasin dhe përplasen me gurë të mëdhenj, të cilët janë vendosur anash rrugës. Më të rrezikuar mbeten banorët që jetojnë përgjatë kësaj rruge ku ndonse e kanë ngritur disa herë si shqetësim në media, nuk është marrë asnjë mas nga autoritetet. Banorët që jetojnë përgjatë rrugës së fshat që lidh rrugën e Arbrit me Matin kërkojnë që të ndërhyjet në shtresën asfaltike pasi është rrëshqitshme sa herë ka prani lagështie. Po ashtu drejtuesit e mjeteve të njoftohen me sinjalistik që ka një rrethrodullim në mënyrë që të dinë se me çfarë përballen gjatë lëvizjes në këtë segment rrugor.